Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Në këtë video do të flasim për një temë që ngjall shumë diskutime dhe ndjenja të forta tek prindërit dhe profesionistët shëndetësor: lindje normale apo lindje cezariane. Pyetja kryesore që do të trajtojmë është: a ka ndonjë ndikim të rëndësishëm në këto dy metoda të lindjes në trurin dhe zhvillimin e fëmijës? Para se të thellohemi në ndikimet e mundshme, le të sqarojmë se çfarë nënkuptojmë me lindje normale dhe lindje cezariane. Lindja normale është proces natyror I lindjes përmes kanalit të lindjes së nënës. Ky proces përfshin disa faza. Faza e parë, zgjerimi I qafës së mitrës, faza e dytë, dalja e foshnjës dhe faza e tretë, dalja e placentës. Lindja normale është një proces fiziologjik dhe kërkon pjesëmarrjen aktive të nënës dhe fëmijës. Lindja cezariane është një ndërhyrje kirurgjikale ku fëmia lind përmes një prerje në barkun dhe mitrën e nënës. Ky proces mund të jetë I planifikuar kur ka arsye mjekësore ose urgjent kur komplikime gjatë lindjes kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme. Argumentet për ndikimin në trurin dhe zhvillimin e fëmijës. Disa njerëz besojnë se mënyra e lindjes mund të ketë ndikime afatgjata në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës. Tani do të zhurtojmë se çfarë thotë shkenca për këtë çështje. Shumë studime kanë treguar se nuk ka dallime në zhvillimin neuropsikologjik të fëmijëve që lindin me lindje normale krahasuar me ata që lindin me lindje cezariane. Truri I fëmijës ka një aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur dhe për të kompenzuar çdo faktor të lidhur me mënyrën e lindjes. Si rezultat, për shumicën e fëmijëve, mënyra e lindjes nuk ka ndonjë ndikim në zhvillimin e tyre kognitiv. Zhvillimi I trurit të foshnjës në barkun e nënës fillon shumë herët, zakonisht rreth javës së tretë të shtatzanisë. Në këtë fazë të hershme formohet tubi neural, I cili do të zhvillohet më tej për të krijuar trurin dhe palcën kurrizore. Deri në fund të 3 mujorit të parë, rreth javës së 12, struktura baze e trurit është e formuar, duke përfshirë hemisfera cerebrale dhe disa nga pjesët kryesore të trurit. Gjatë 3 mujorit të 2 dhe të 3, truri vazhdon të rritet dhe të zhvillohet në mënyrë të shpejtë. Qelizat nervore ose neuronet fillojnë të formojnë lidhje komplekse dhe të dërgojnë sinjale në trup. Ky proces vazhdon edhe pas lindjes me trurin që pëson ndryshime të mëdha gjatë viteve të para të jetës së foshnjës. Zhvillimi I trurit është një proces I ndërlikuar dhe I vazhdueshëm, I cili ndikohet nga faktor gjenetik dhe mjedisor. Dhe me këtë, ne kuptojmë që mënyra e lindjes nuk ka ndikim në trurin e fëmijës, sepse kur truri fillon të zhvillohet, nëna ende nuk e ka vendosur se në cilën mënyrë do ta lind foshnjën. Në përfundim, është e rëndësishme të kuptohet se mënyra e lindjes, qoftë normale apo cezariane, nuk ka ndikim negativ në trurin dhe zhvillimin afatgjat të fëmijës. Faktorët më të rëndësishëm për zhvillimin e shëndetshëm të fëmijës janë kujdesi dhe dashuria që merr pas lindjes. Mënyra e lindjes është vetëm fillimi I një udhëtimi të gjatë dhe të bukur. Infeksionet dhe imuniteti te fëmijët me lindje normale dhe cezariane. Fëmijët që lindin me lindje normale kanë një mikrobiom më të pasur dhe më të larmishëm, që mund të ndikojë pozitivisht në sistemin e tyre imunitar. Kurse mikrobiomi I fëmijëve të lindur me lindje cezariane ndryshon dhe përmirësohet gjatë muajve të parë të jetës, sidomos nëse fëmia ushqehet me qumësht të gjirit. Për ata që nuk e din, mikrobiomat janë një grup bakteriesh që jetojnë brenda nesh dhe kanë funksion të rëndësishëm në jetën tonë, duke na mbrojtur nga infeksionet, sëmundjet e shëndetit mendor, ndihmon në sistemin tuaj imunitar, shkatron bakterie të dëmshme etj. Shëndrimi emocional dhe social. Nuk ka fakte që tregojnë se mënyra e lindjes ndikon në aftësitë emocionale dhe sociale të fëmijës. Faktorët si ambienti familjar, mbështetja emocionale, luajnë një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin emocional dhe social të fëmijës. Çfarë duhet të dini kur merrni vendimin për mënyrën e lindjes? Kur vjen puna te zgjedhja e mënyrës së lindjes, është e rëndësishme të konsultoheni me mjekun tuaj dhe të merrni parasysh gjendjen tuaj shëndetësore dhe atë të fëmijës. Është e rëndësishme të merret parasysh gjendja shëndetësore e nënës dhe fëmijës, problemet shëndetësore ekzistuese, komplikimet e mundshme dhe historia mjekësore e nënës.
Parapëlqimet dhe shqetësimet e nënës. Disa gra mund të ndjehen më të rehatshme me një mënyrë të caktuar të lindjes dhe është e rëndësishme që këto preferenca të merren parasysh. Duhet të merren parasysh edhe këshillat e profesionistëve shëndetësor. Mjekët dhe mamit mund të ofrojnë këshilla të bazuara në përvojën dhe njohuritë e tyre për të kryer lindjen në mënyrën më të sigurt të mundshme. Tani do të ndjekim disa mite dhe fakte rreth lindjes. Mitet thonë se fëmijët të lindur me lindje cesariane janë më pak të shëndetshëm, kurse faktet tregojnë se shumica e fëmijëve të lindur me lindje cesariane janë po aq të shëndetshëm sa ata që lindin me lindje normale. Ndikimi kryesor varet nga kujdesi pas lindjes dhe faktorët tjerë shëndetësor të përgjithshëm. Disa mite thonë se lindja normale është gjithmonë më e mirë, kurse faktet janë se lindja normale ka përparësitë e saj, por në disa raste, lindja cesariane është zgjidhja më e sigurt për nënën dhe fëmijën. Zgjidhja më e mirë varet nga situatat specifike shëndetësore të secilës nënë dhe fëmijë. Një mit tjetër mbi mënyrën e lindjes thotë se rikuperimi pas lindjes cesariane është gjithmonë shumë i vështirë, por në të vërtetë, rikuperimi pas një operacioni cesarian është më i gjatë, por jo më i vështirë. Shumë gra rikuperohen mirë dhe pa komplikacione të mëdha. Kujdesi i dur mjekësor dhe mbështetja ndihmojnë në përshpejtimin e rikuperimit. Tani si përfundim, dëshirojmë të ndajmë disa këshilla praktike për prindërit e ardhshëm, që janë duke vendosur për mënyrën e lindjes. Informohuni mirë, bëni kërkime, lexoni libra dhe artikuj për të kuptuar më mirë proceset dhe opsionet tuaja. Konsultohuni me mjekun tuaj. Diskutoni shqetësimet dhe pyetjet tuaja me mjekun ose mamit për të marrë këshillat më të mira të mundshme. Përgatituni emocionalisht. Kujdesi për shëndetin mendor është pa aq i rëndësishëm sa kujdesi fizik. Merrni kohë për relaksim dhe mbështetje emocionale. Mbështetja e partnerit dhe familjes. Angazhimi i partnerit dhe familjes në përgatitjet për lindjen dhe pas lindjes është shumë i dobishëm. Nëse keni ndonjë pyetje ose temë që dëshironi të trajtojmë në videot tona të radhës, ju lutem shkruani në koment. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla, bëni subscribe, like dhe koment.